Edhe nga ky moment, kushdo që del kundërshton, do të përballet me opinionin publik edhe kërkoj ndihmën e juve bashkëfshatarëve që të vini dhe të vendojmë në barikada. A ju kujtohet rasti i Gorianit në cilin jetonin familja pa ujë, pa rrymë dhe me kushte të mjerueshme me dritaret e thyera? A s'ki e struj hiq to? Asnjëherë s'ke pas struj? No. Asnjëherë? Asnjëherë. Hiq nuk ngrofish mas një sent? Të qelë. As dritare s'kije? Ky është krye familjari dhe dua vetëm pak të kërkoj vëmendjen tuaj, por edhe të kërkoj mbështetjen tuaj. Ky është vendi në cilin na kanë dislokuar disa herë për shkak se unë nuk e kuptoj, nuk kam shansa ta kuptoj se si mundet të kundërshtojnë njerëzit për rreth të pronave në të cilat kena dashur ne që të ndërtojmë shtëpi për këtë familje e cila është në gjendje të mjerueshme siç e keni parë. Në të kundër do duhej i gjithë fshati Senakos nga 10 euro t'i merte edhe këtë familje të mos vim ne nga Tetova ta vendosim në një ambient për t'jetuar me dinjitet, të ishi bërë bashkë krejt fshatarët e t'i ndihmonit, e mos e leni sa vite në atë gjendje, kemi ardhur ne nga Tetova, edhe një që kemi ardhur dhe keni bërë gjithë ato probleme. Pra respekt për agimin e bamirësisë, cilët nuk e keni idenë sa energji kanë shpenzuar duke dashur që të merren vesh me njerëzit për rreth që t'i lejojnë këtë familje skamnore të vijë dhe të ndërtojë shtëpi. Ne parat me një herë i sigurum, domethënë për shtëpinë, por me parcelën kemi pas jashtëzakonisht shumë probleme. Tani ju bëj thirrje të gjithë atyre, të cilët do dalin ta kundërshtojnë vendosjen e themeleve të shtëpisë për familjen Gorian, familjen Rexhepit. Në qoftë se ndonjëri do dalet kundërshtoj, unë kërkoj ndihmën tuaj, banor të fshatit Senakos, si të është dashur ju ta bëni këtë punë, po e bëjmë ne, të vini dhe të na ndihmoni se kushdo që do dalet kundërshtoje vënien e themeleve, do dalen pa cenzurë edhe do t'rregoj. Ky person nuk e lejon ndërtimin e shtëpisë. Ju duhet bëheni bashkë të ndihmojmë familjeve, jo të na kundërshtoni. Ne kemi hasur në kundërshtime të jashtëzakonshme dhe nuk e kemi kuptuar se si mund për një familje në nevojë, në vend që të bëheni bashkë si fshat, ju na keni dalë kundër. Normalisht që jemi shumë të revoltuar, ne fillojmë sot themelet e shtëpisë për familjen Gorian, pas shumë kundërshtimeve, edhe nga ky moment, kushdo që del kundërshton, do të përballet me opinionin publik edhe kërkoj ndihmën e juve bashkëfshatarëve që të vini dhe të vendojmë në barikada. Ato të cilët kundërshtojnë me ftyrë emër dhe mbiemër di paraqes pa cenzurë. Inshallah për hajër. Amin.